shpejt mos rritë varri, thot nane Lukja, qo se mjaft. Ta fladiti balin tuka, qo se ty të kërkone tani Kosova, ty ade. Përmes shkrimeve, përmes artit që tregova mirë edhe me arte tjera. Po, këtu doja me muzikë apo? Po, me muzikë. Shofim këtu e kemi në piano, apo? Kom përfundu pak edhe për solo këndim, po ma shumë për piano. E ke solo këndim, ke provu, do me thonë, me dalë në treg, apo vetëm për? Në fazë fillestare. Në fazë fillestare. Mirë. Po dëshira tjera, pun tjera ditore tuja, si janë të lidhura? Qëfar bën tjetër për posë që shkruan? Përveç shkrimeve... Se shok tu edhe certifikata që keni marrë? Po, kam marrë mirë njohje, dhe më thonë, e vlerësime në Spanjë, në Indi, këtu në përtruja shqiptare për djetë. Sepse këto ke marrë pjesë me ndonjë shkrim tuajën dhe je... Po, pa tjetë. Është revista, dhe më thonë, Azahar, që në Spanjë, që disa vite që... Dhe më thonë, është përkthy, krimtaria juaj është përkthy. është përkthy, dhe më thonë, edhe në Itali, edhe në Angli, edhe në Spanjë. Nuk e ku marrë gjitha mirënjohet, po... Ti bëm pak më të qarta dhe të publiku, disa prej këtyre njojeve. Zakonisht nuk rri pasiv. Momentalisht rrjetet sociale nuk jem të i përdur si ma herë shkoku e angazhime, po kam një kanal në YouTube. Aty publikoj gjana që menoj si konsideroj që mundet, së të publik mundet mja dhonë hakin, apo din. Aty publikoj ku pas ku shkrime, arritje, publikoj instrumentale, muzikure, shka do që dikuj mundet me hynë punë, me mësu edhe kanë gratis. Do më thonë ti përpiqesh të hysh në treg edhe përmes shkrimeve edhe përmes muzikës, të bësh një artist me i kompletuar, a? Atër vetë të shkruash, vetë të komponosh, vetë të këndosh, si duket... Me një fjallë e kam pasion e artin, une